funde ndalëm edhe njëherë Luizin. Allahile, apo bëhesh baba apo jo. Cila deklarat? Deklarata për nipsin ushqim. O, kam nipë së lunë që jam të vdek me hangër. Dhe me thonë qash. Kjeni baba, dhe më thonë së bësh prim. Ku dy unë ma? Përnodhje Luizit, i cili duke se përtënde të fliste gjatë e të bënte fotografi. Ate ngacmuan pak në lidhje me pagesën që ka kërkuar për rolin e Besit. Gjithë shka dhe me kontratë. Ne ngi një para që një kontratë, ku janë gjitha detajet, ku janë koha, kosgjatja, ku janë prodhimi, shitja, transmitimi njëra tjetra, pra janë gjitha. Dhe përderisa duhet me vullnet lirë dhe plot, që në shumë se shumë njerën të mërzitën, është loll nga puna s'ka të rrisë. Në Zoom vazhdoj të pyes Luizin dhe për raportin e shumë përfolur mes tij dhe Oltës. Asja të kula? Po më? Aja ty përgjigje me mesazh ty? Urdo? Si caktojmë vende? E di që i gjeta këtu ula. Në media janë diskutuar shumë skenat e puthjes së Oltës dhe Luizit, ja çka thot ky fundit për xhelozin e Kiara Titos. Kush do të kishte qenë, do e kisha ba, se s'ka asnjë gjë më. Është thjesht punë ta quajmë film, aktrim. Asgjë më shumë. Luan Joha përgjigj pyetjes për puthje, por një gocë ngacmuese si Olta vajna e het pikërisht neve gazetarëve. Po s'po japin kot. Edhe unë qa pas që me është ju. S'pakten gjysër. Se sa ka qenë sfidues roli Jonidës për Oltën, e tregon më së miri vetë ajo. Kur unë marrë një projekt të ri, gjithmonë ka vështirësi aty sepse duhet me anis nga zero. Edhe unë që jam aktore dhe kam eksperiencë, kam frikë kur marrë një projekt të ri sepse duhet realisht të anis nga zero dhe duhet të mbledh gjithë njohurit që kam unë, që kam studiuar dhe t'i derdh aty si për herë të parë. Kështu që dhe unë me veten time nuk është se e kisha shumë thjesht. E një filmi këtij kalibri me gjithë këta aktorë si cili më me përvojë se tjetri, e me gjithë ato lokacione, sigurisht që e ka një kosto të madh. Logjiko me lojën, se s'bohet. Po mund e Luizin. E kupton ku je? Mirë, më fal çfarë do një ty, do rresh në shtëpi, do fikash. Po kam pas problem për mirë. Po kam pas problem për mirë. Njëri stogaritet, po thënë përgjithësi kështu tjetër. Me hap sytë, qosh një për gjumë, do gjoja po është që është shky të këtu në kërë E vetë me kry që nuk trafon po. Si halë sytë as njanës. Mund të peci edhe 2 banorët që shko në nominim. Luizi nuk është banor. Shumë lapazane këtë urni parë, ma më herë ka folë letër. Ky, qose unë i kam thonë du me hinë publik dhe me thonë që atu banor me jashtë. Dhe bëjt jetë njëtë. Se ti duhet. Qose ata më thonë, pa të luze hinë dhe me thonë që ju e keni dhejtë. Mbaroj si gjë, por po përmendet akoma. Bëhet fjalë për Big Brother VIP Albania. Disa nga personazhet që dolën nga ky reality show u bën shpejt super të famshëm. Me famën të vëmendjen e madhe mediatike në llogaritë e banorëve u shtuan edhe disa zero prapa. E nisi me fenomenin Luiz, i cili me t'u larguar nga shtëpia, shifrën për një mbrëmje muzikore pati 10.000 euro, derisa tani ka arritur në 30.000 për pak minuta performancë. Ka zëras që thonë se një diskotek duhet ta paguaj, hiq më pak se rreth 40.000 euro nëse dëshiron ta ketë. Nga Luizi kalojmë tani tek partnerja e tij tashmë bashkëshortja, Kiara Tito Ejle. Ajo po shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme Instagramin duke promovuar biznese nga më të ndryshme. Sigurisht edhe çmimet po shkojnë flak. Unë buzëqesh vetëm me Dental Med Austria. Hej goca, sot po e prezantoj me parfumin e... Zumëson që një kompani po e paguan ato hiq më pak se rreth 1.500 deri në 2.000 euro për një postim. Aromë fantastike që ka. Postimet në rrjetet sociale e lërë më të jetë imazhin ndonjë nga brendet e njohura.